por nëse qytetarët, ne si qytetarë jemi më të ndërgjetshëm dhe t'i bëjmë këto pagesa, mund të funksionojë siç ka funksionuar deri më tani ujësjellsi me këto çmime të cilat janë pa rritjen e tyre, po mendoj. Po, nëse do I kishin paguar gjitha borxhet, pra prej 45 milion euro, sepse 40 milion euro janë borxhe nga sektori anvisërisë, 5 milion euro nga sektori I bizneseve, ata qytetarë cilët paguajnë rregullisht dhe kanë paguar pas lufte, ata janë gjithmonë të përgjegjshëm. Nuk kemi as ankesë nga ana e tyre, apo edhe kur kanë ndonjë ankesë janë më të qetë në interpretimin e tyre. Kështu që ata që nuk paguajnë, ata dhe bëjnë fjalë edhe keqpërdorin ujin, pastaj ka edhe shumë gjëra tjera, sepse vetëm kur ka borxh ata bëjnë rritje selektive atëherë. Jo, rritje selektive, ne jemi kompani që nuk bëjmë diskriminim. Jo, s'është diskriminim, ata të cilët janë të ndërgjetshëm, po besoj që duhet me pas edhe bonuse në një farë mënyre, pse jo? Po fal tyre realisht ne edhe po investojmë në infrastrukturën e rrjetit ujësjellsi, sepse pa pagesën e tyre ne nuk do kishim mund të bëjmë asgjë përveç donacioneve që kemi marrë, dhe është një hap tjetër I rëndësishëm që duhet cek të premten e kaluar, kemi filluar me lagjen Bregu I Diellit të inspektojmë tërë zonën e shërbimit për vendosjen e ujëmazëve digital, smart meters, të cilët do të kenë shpenzime të sakta, do të ketë një faturim real, kënaqëmëria e konsumatorit në faturim do të jetë në nivelin e dur, pastaj humbjet e ujit nuk do të jenë më. Andaj kjo ka qenë edhe një kërkesë e kamotshme e qytetarëve që të kenë ujëmatës digital. Ky është një grant nga qeveria gjermane përmes bankës gjermane për zhvillim që çdo herë ka ndihmuar sektorin e ujit. Filloi me lagjen Bregu I Diellit me 1800 ujëmatës digital dhe për të vazhduar edhe në zonat e tjera, lagjet e tjera deri në mbulueshmërinë e plot aty ku ne japim shërbime për ujësjellës. Për sa kohë konsiderohet që mund të arrijë kjo mbulueshmëri? Kjo mbulueshmëri mund 2-3 vjet bëhet mbulimi I plot I zonës së shërbimit, por e rëndësishme është që do të fillohet, pra ka filluar ditën e premte, po fillojmë me lagjen Bregu I Diellit.